momentin e stopimit e funksionimit të institucioneve, çdo gjë shkon në dezhvillim. Po kush ka mërzitet për atë punë, zoti Kryeziu? Nëse ka mërzitet kërkush, atëherë ne vazhdojmë kështu. Çfarë është problemi? Por ne vazhdojmë kështu, nëse ka mërzitet kërkush as nga subjektet politike që potencialisht kanë shumicën tani nga subjektet opozitare, mendoj që demokracia, thamë edhe më herët, nuk është vetëm votë, por është përgjithësi mbi votën që ne kanë marrë. Edhe nëse zgjedhjet e reja do të prodhojnë të njëjtat rezultate, cilat do të jenë zgjedhjet tona ose zgjedhjet e këtyre partive politike mas asaj situate. Nëse do të jemi në situata të njëjta. LDK-ja me ju në opozitës se ka forcuar vetë tani parashtrohet pyetja, a mund të ketë ndërhyrje ndërkombëtare në një situatë të tillë që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ndryshuar në mënyrë drastike? Pra nuk është që ne jemi qendra e botës për ta patur vëmendjen e tyre, matoshi, ama ka ditur shpeshherë që një dore e huaj, dore e Angel-it, unë për e quaj kështu, marrë parasysh rëndësisë. Ministra e jashtme në detyrë ta vendos thonë që Amerika është demokraci për shkak se s'ka ambasadë të Amerikës. Ajo ka thonë me gojën e vetë. E ka cituar Kissingerin. Po, në vejtë. Dhe, po çfarë Kissingeri jo kushtim? Pa se di kush është Kissingeri. Se ja prishë argument fort, ja prishë sa. Ajo ka thonë vetë, se s'ka thonë për citoj Kissingerin. Po nuk e di se ka thonë se tani se mos dalë. Pashatukën e zezjo. Çfarë ka thonë? Pashatukën jo. Po vjen keq për jush po jo. Po, okay. Nëse dhe në këtë situatë domthon i kemi pas punë shumë mirë, sipas menimit tim. Ndërsa është pozitiv faktorin ndërkombëtar, sidomos alatet tonë që na i quajmë strategjik, se kemi qef qashtu, po na jemi hiç strategjik. Çfarë është problemi? Kemi qef me pas alat strategjik, po s'kem strategji. Ka do taktikat killavta, zoti Kulti, me i kompleksu opozitën edhe me josh do analist në për studio që tu nga të meje që janë, por nuk i ka shërby Kosovës, më falni. Spajtohem me këtë se unë i kam analistët që nuk joshen. Ajo është ti dush me mbëjt, normalisht, po s'do thot me mbëjt. Ty të mbrojën. Këta të mbrojën mas shumëti. Se gashin vat të mbrojën mas toshin mas shumëti, po. Edhe në këtë situatë, fatkeqësia e Kosovës është që nuk e ka njetë mu përzi faktorin ndërkombëtar. E kjo fatkeqësi. Sepse na jemi në agjendën e ky aleatit ta quaj ashtu. Amerikës nuk jemi ande asnjë gjys fjalie nuk kushton prej administratës Trump. Dhe kjo fatkeqësi. Dje pati një deklaratë të Departamentit të Shtetit, po jo diçka që nuk ishte saktësisht. Ambasadori i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Kjo në konstelacioni i ri që po krijohet, me thonë unë miku shkon, tash mecim negociatat direkte i bën me Rusinë, me Senë, me është një farë. Po tash ambasadori i Shteteve Bashkuara të Amerikës në OKB, domthon pak me thonë drejtën edhe ministrën tonë edhe ministrin e Serbisë i bullizoj. Ose boni hajgare pak me ta. Bullizoj pak. Po, pak. Po, problemi është që unë megjithatë shpresoj që jemi në agjendë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po ku nuk ka me ndërmarrë hapa radikal, sipas meje, administrata Trump, për me u bën këtu hataja. Jo, po problemi është që ku jemi na, një qeveri që 4 vjet nuk kontakton me administratën e Shteteve të Bashkuara. Nuk kontakton. Me asnjë njeri gjallë. Me asnjë njeri gjallë. Ka ndryshu situata, tash ai që duhet të kontaktonte Departamentin e Shtetit, ai s'po lejohet futet në ndërtesat e Departamentit të Shtetit atje. Ka ndryshu Amerika, matoshi, tani është edhe më problem. Neve po na kanë me hon ka ndryshu Amerika, po Amerika nuk ndryshon. Na kemi ndryshu. Dhe na kemi ndryshu që kemi marrë on krejtësisht tjetër anti-amerikane. E që to zguzonim me to. Anti-amerikane? E po thoni ka ndryshu Amerika, unë mendoj që Amerika edhe për një 1000 vjet si perandori ose ajo hegemonia qëllimie që quhet, nuk ka me ndryshu. Po kemi ndryshu na. Dhe çdo po na vjen shumë zhek, shumë rënë me e pranu. Çush kemi ndryshu na? Domthon kryenishi, arrogancë, pa dëgjueshmëri, pa mendësi politike. Domthon kush politikisht do të mendon këtë vend. Stopç, prom një kolegi jam në këtë studio,
30 herë e ka përmend fjalën Stups në veri, Dajak, Stups, Dajak. E di për çfarë pati Stupsin, për shkopin në karrotën. Po në rregull, po. Apo për sërie në zora. Po problemi është një shoqëni politike, një shoqëni e pjekun politike, një demokraci. Nuk duhet që as zoti Kryeziv, as unë, as zoti Maliqi, as kërkush prej nesh me dalë me mbrojt individ ose grupet etnike veç e veç. Duhet me mbrojt institucionet demokratike të shtetit. Dhe institucionit demokratik i shtetit tam, ja u ka dhonë aty në të drejta shtes që edhe në lisë me hyp Albin Kurti edhe vetë vendosja nuk mujnë me i shbon. Se s'mujnë me i shbon. Sepse s'keni koka për thamore. Po të replik për ato shumë? Po kjo ka gjithmonë replik se kjo teoria e pasë ta jonë shumë manipulu shqiptarin analfabet edhe me nëjnë më manipulu edhe mu që në të rritë një orë ka full edhe kum të gjuhë Ligjëratat e njëjta Vallojt jo s'ka drejtë gjithë moment se dhe mund dhe s'ki drejtë gjithë moment edhe mu ma bërë e fjollin ku i Unë jam i pa drejtë ndaj te. Shiko, ti je vetë një propagandist i cili nuk e nje sistemin e Kosovës. Fatkeqësia jote është drenor. Ti nuk nje kushtetutën, cilën, shiko, qëtë kalzoj ti qka. Marrëveshjen ndërkombëtare e zotit drenori në Kosovë votohen me 2/3. Me 80 vota plus, 81. Gjithmonë janë votuar. Marrëveshjen ndërkombëtare i dashtëm drenar bëhen ligjet mbrëmshme. Në momentin kur ti e shkel marrëveshjen ndërkombëtare, ti e ke shkel ligjin ton. Shtetet që i shkelin ligjet e veta shpollën shtetet dështume. E ti për bërë qëtërin. Ti për bërë qëtërin. Kolegu jam Kneqi është. Shiko, kryeministri aktual në detyrë, që është Albin Kurti, thot, citoj, 2 pika. Zoti Rakić po mbon qëndrim shumë parimor në barikadat në veri. Rakić është nër kryetar që mas ne ju bon kryetar, niko, i listës sërbe. Për cilin ta përhojnë që o kriminale. Zonja Kusari Lila, zdravo, krejt në regull jemi, ligjin kunder pagës minimale që i cenoj këtë direkt veteranët e luftës çlirimtare. Kur gjë s'ka ndodhur? Ka ndodhur para një, çka po diun e para një 5-6 vjetëve, para 70 vjetëve, ka ndodhur diçka këtu afera që po i përmend ky prontoje, pa konkurruar si budallallëçe, që ka ndodhur, kërkush si ka më hupor,